Horoskopi ditor e Mërkur 1 tetor 2025. Dashi, nuk do kaloni as pak një ditë të mërzitshme sot pranë atij që dëshironi. Përkundrazi, emocionet do jenë edhe më të mëdha. Shfrytëzojeni çdo moment në maksimum. Beqarët do jenë më sharmantë se kurrë më parë dhe do bëjnë për vete shumë persona. Financat do jenë të stabilizuara dhe do mund të shlyeni edhe borxhet që keni marrë prej kohësh. Demi, marrëdhënia në çift do jetë shumë e mirë gjatë kësaj dite. Do merreni vesh me atë që keni në krah dhe nuk do keni as debatin më të vogël. Në ndonjë moment do provoni edhe kënaqësi të reja. Beqarët do kenë disa takime të cilat do i bëjnë të shohin gjërat me një sy tjetër. Financat do i përmirësoni duke luajtur me lojra fati. Binjakët, do shtoni dialogun në çift gjatë kësaj dite dhe do filloni të bëni plane edhe për pushimet verore. Të dy keni të njëjtat dëshira dhe mendime dhe do bëni zgjedhjet më të mira. Beqarëve do ju ndodhin gjëra fantastike. Ata kur nuk ishin menduar se dashuria e madhe gjendej ndërmjet miqve. Urani do ja mbrojë gjithkohës financat. Mos u shqetësoni. Gaporja, ditë shumë e mirë dhe pa probleme kjo sotme për të dashuruarit. Do jeni gatshëm të bëni edhe ndonjë çmenduri të vogël e për të përjetuar emocione të reja. Për beqarët do ketë vetëm disa takime pa ndonjë të ardhme. Jupiteri do ju ndihmojë në sektorin e financave për të vendosur rregull. Situata do jetë më stabilizuar se kohët e fundit. Luani, Venusi do e mbrojë gjatë gjithë kohës jetën tuaj në çift sot. Situata do fillojë dal ngadalë të përmirësohet dhe ju do ndiheni më të qetë. Beqarët ose të divorcuarit do parapëlqejnë aventurat kalimtare në vend të lidhjeve afatgjata. Mundësitë do jenë me shumicë. Gjendja financiare do jetë e paqëndrueshme dhe her pas here problematike. Kujdes. Virgjëresha, mos e ndalni pas një çast komunikimi në çift gjatë kësaj dite, sepse kjo mund të sjellë mosmarrëveshje dhe debate. Kur flisni për çdo gjë, e keni më të lehtë dhe të kuptoni gabimet e njëri tjetrit. Beqarët, më mirë të qëndrojnë vetëm se sa të fillojnë një histori dashurie e cila do i bëjë të vuajnë. Në planin financiar duhet të bëni kursime që t'ia dilni. Peshorja, ditë me ngjarje të jashtëzakonshme dhe më të papritura të këndshme kjo e sotme. Do ndiheni për mrekulli pranë atij që dashuroni. Beqarët më në fund do e takojnë princin e tyre të kaltër dhe do fillojnë një histori të bukur dashurie pranë tij. Edhe në planin financiar do keni fat dhe do e përmirësoni të imase situatën. Nuk do keni problem edhe të lini bakshishe kudo. Akrepi, klima në çift do jetë sa romantike aq dhe sensuale sot. Partneri nuk do të tregohet i ftohtë, përkundrazi do ju qëndrojë sa më pranë dhe do ju shprehë me pasion ndjenjat. Beqarët do fillojnë një histori dashurie si në përparralla. As vetë nuk do ju besohet se jemi në realitet. Gjendja financiare do jetë si zakonisht. Mundoni të shpenzoni me kursim. Shigjetari, mundoni t'ia shprehni edhe më shumë ndjenjat partnerit tuaj sot, sepse vetëm në këtë mënyrë marrëdhënia mes jush do jetë si duhet. Po mbyllët në vetvete, do keni probleme më pas. Beqarët nuk do jenë ende gati të fillojnë një histori dashurie, edhe pse mundësitë nuk do mungojnë. Me financat vazhdoni të ruani maturinë të paktën derisa gjendja të stabilizohet. Britsjapi, nëse zemra juaj është e lirë, ende duhet të përfitoni sa më shumë nga ftesat për të shkuar nëpër festa, sepse atje mund të takoni personat e duhur. Të dashuruarit do kenë një ditë të zakonshme dhe me ndonjë debat të vogël gjatë mbrëmjes. Gjithsesi, mos u alarmoni. Gjendja financiare nuk do jetë e keqe. Vazhdoni të tregoni të arsyeshëm me çdo shpenzim. Ujori, pikat më të forta të lidhjes suaj janë komunikimi dhe dëshira për të ndarë çdo mendim me njëri tjetrin. Edhe sot do kaloni një ditë të bukur dhe plot diell. Beqarët nuk duhet të joshin këdo që do ju dalë para, sepse do gabojnë rënd. Gjendja financiare do konsolidohet, falë edhe ndihmën që do ju japin disa familjarë. Mbajini mend këtë dhe shpërblejeni kur të mundni. Peshqit, ditë mbushur me momente fantastike dhe çaste të lumtura kjo e sotme. Do e kaloni për mrekulli pranë partnerit tuaj dhe do doni të mos ndaheni për asnjë çast. Beqarët nuk do jenë me fat dhe nuk do arrijnë të gjejnë as sot personin që kanë ndërruar. Financat, edhe pse do doni, nuk do i mbani dot të stabilizuara. Do ju duhet të kryeni disa shpenzime të domosdoshme.